A këshimujt me najt 10 dit pa telefon. A dini që shumica e trive sot kalojnë 6 deri në 10 orë në ditë pa telefon? Edhe po e pranoj që edhe vetët e proj, mirë po ka njëherë kësha dosh me hikret. Me një eksperiment në Singapur, 5 adoleshentë janë detyru me i largu krejt telefonat e mençëm edhe me funksionu me telefonat thjesht, si ky legjenda, për 10 dit. Pa TikTok, pa Instagram, pa Snapchat, bile edhe pa Viber, as pa aplikacion të botit. Ditën e parë ata janë ndjenë në ankth, të izolum, edhe sikur nuk po dinë çka po ndodh në botë. Disa prej tyre madje thanë se ju është duk sikur m'ia vjedh dikush identitetin. Po, pas disa ditëve, sanet kanë fillu me ndru. Këta tri kanë fillu me flajt ma mirë, me dalë jashtë ma shumë, po edhe me kry ma shumë punë. Njoni ka thonë që e ka pastru dhomën pas një kohë shumë gjatë edhe ja ka marrë veç 14 minuta. Sipas këtij studimi, kur përdorimi i telefonit është shumë i lartë, rritet edhe dëshira për me zvoglu, mirë po nuk mjafton veç dëshira, duhet me kuptu se jemi ashtë lidhën me telefon. Disa aplikacione si Screen Time pak t'i qelin syt, sepse e sheh vërtet se sa orë po shpenzon telefon, edhe kjo vedije ndihmon në reduktimin e përdorimit. E ti a kështë mujt me najt 10 dit pa telefon? Kallëzëm komente edhe për ma shumë video si kjo bënja subscribe bënit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.